Nëse ti ulesh gjatë këtij dhimbje shpine, atëherë secili person i cili është në karrocë, i çdo me pas problem shpine ose djemt të cilët luajnë kompjuter me kalkulator. Shumica prej tyre nuk kanë dhimbje shpine hiç, sepse ata që e bojnë me qef. Mirë po, edhe për flajen, e kemi një pozitë ose zgjedhëm pozitën më komode të mundshme, që mund të gjejmë pa mbas studimeve të cilat janë bën brenda orëve ndryshojnë minimum 4 herë pozicionin në mesatarë, se ndoshta një që flan më gjatë, po në numër total brenda orës ndryshon 4 herë pozicion. Domethënë edhe pozicion më komod ti nuk e mban mbi 15 minuta. Tash, nëse përkthejmë në përditshmëri, ti je para kompjuterit dhe bën një punë të cilën ti faktikisht e priton, shkon në recetë dione, edhe ti jap stres, ti automatikisht kemi kaluar në këtë formë edhe mban më gjatë se sa që ti faktikisht dëshiron. Edhe ata në dikuna reagon trupi thotë, hey, ta jetë në ditë të bëjë diçka, ndrysho pak rrethën e kushtet që ti ki për rreth.